Mirëmbrëma. Dialogu te lajmi shpesh krijon mirëkuptim, tolerancë, kompromis, por edhe kundërshtime politike dhe jo vetëm. Dialogu te lajmi javën e kaluar shërbeu si platformë për akuzë. Arben Taravari, lideri i njërës Aleancë për Shqiptarët, e akuzoi bashkë veprimtarin e para pak muajve, zotin Izet Mexhiti, njërin nga liderët kryesor të koalicionit Vlen. Zotin Mexhiti, mirë se erdhët. Mirë. Jeni përshtatur tashmë me funksionin e ri të vjetër kryetar komune pas lënies së opozitës së vendes kryeministrit të parë? Patjetër, pas asaj dinamike, presione, numrave e kështu me radhë, mendoj që komuna është lehtësim. Po tash aty nuk jam vetëm kryetar komune, mirem edhe me çështjet e Vlenit, edhe ndihmoj edhe ekzekutivin kur mundet, ose na ndihmojnë, po do isha pajtu që është dinamika shumë më e vogël se sa ajo që ishte në ekzekutiv. Tani ti kthehemi akuzës shkas për intervistën e sotme, të ndjekim deklaratën numër 1 të zotit Arben Taravari, i cili ju akuzoi se jeni montues i filmit të quajtur Gjoka Construction. Le dali një kompani gostivar, thotë Arben Taravari na ka kërkuar 1 denar. Jo më shumë. 1 denar. Ose ka kushzu, ose ka dërgu njeri që treketon. Për Gjoka Construction, ky ishte film që e bëni kryesisht, jemi sinqert, Izet Mexhiti, me qëllim normalisht për diskreditimin, se e kishin kompleks. E them tash pa modesti, Vlen e kishin kompleks Arben Taravari, edhe me anketa, edhe me çdo gjë, 2 fish më shumë se ato. 2 fish më shumë ishin anketat. Çfarë u duheshte atyre? U duheshte diskreditim total. Normal, edhe Mickovski ti konvenonte, mos i prishen matematikat, si ta bëjmë, 2-3 muaj para kishte mbaru ankanti për këtë garazhin në kat. Unë Gjoka Construction as e njoh, as e di, nuk e keni takuar asnjëherë pronot. Asnjëherë. Asnjë komunikim. Si komentoni deklaratat e zotit Taravari? Krejtë është për i sinqert thash. Para. E dyta, partneritet publiko-privat lejon ligji, këtu të ne në region, në Evropë, po unë i ftoj që edhe gazetarët, edhe ato që ulëmtojnë, nuk besoj që do gjejnë ndonjë shembull siç e ka nënshkruar zoti Taravari. Pra është i vetmi shembull ku 99% mendon për vete dhe 1% për spitalin apo për shtetin. Pra nuk mund të ketë partneritet kur 99% i merr për vete dhe 1% ja le spitalit apo shtetit. Pra kjo ka bo vetvetes, kjo nuk është korrupsion, kjo është skandaloze, do të thonë është mega skandal, dhe këtë nuk ja ka bo as Izeti, as kush tjetër, sepse kjo është ka pas procedurë që është udhëheq aty nga shërbimet e ministrisë, nga ekspertë ndryshëm, të fushave ndryshme, dhe në fund është konstatuar që është shkelje e rëndë ligjore, edhe mirë që u prish, se kjo do ishte mega skandal, domethënë, sepse nuk një jo praktika, as teoria, pra 1% për shtetin, 99% për vetveten. Dhe nuk mban kjo as pak që dikush ja ka bo, këtu ja ka bo vetvetes. Më thonë, tash nëse him komentimeve, anketimeve, nëse dikush ka qenë i favorizum në Vlen, ka qenë pikërisht zoti Taravari. Kretë ne kemi marrë, më thonë, në lista ka 3 deputet, këti kemi thonë 5 deputet. Këtë ne deshëm të kemi nga 3 komuna, këti ofrum 5 komuna, dhe ki nuk dolin nga qeveria për të shku në opozit. Ki dolin nga qeveria për ta heq Vlenin nga qeveria dhe për ta sjell BDI në qeveri. Sepse, nëse jemi këtu tek rezultatet, në zgjedhjet parlamentare, pra Bilali fitoi në Tetov, unë fitova në Çajër. Ky humbi në Gostivar atëre edhe vis-a-vis. Dhe mbi gjitha kjo kalkulimet i kishte se si ta arrun Gostivarin dhe mendoj që ma let mund ta arrun me BDI-n, BDI-a të vrapon për këtë, ky ta merr edhe njerë Gostivarin, edhe tendenca ka qenë edhe deklarata publike që nuk i ka mohu, edhe nga Mickovski edhe eksponent tjerë të VMRO-s,
që ky ka shku me mision për ta rikthy BDI në qeveri. Dhe nëse e marrim analizojmë 20 vite në politik me narrativin anti-BDI edhe në fund përfundon në BDI, në prerët e BDI-s, mendoj se qartë flet për këtë. Nëse duam pra t'i flasim gjërat hapur, pra kemi një temë këto ditë të kanabisit, dhe du ta di opinioni që ky sa ka qenë ministri i shëndetësisë 7 muaj, 4-5 muaj, 7 muaj, 7 licencat e kanabisit I ka nënshkru si ministri i shëndetësisë zoti Taravari. Pra ky nuk ka qenë ministri i shëndetësisë, ky është ministër kanabisi, ministër marijuana. Pra me atë veprim ky ka sjell në tokën e regionit, në ka sjell në Maqedoni dhe I shohim pasojat edhe sot pra nga politikat që ka bo atëherë. Dhe me këtë mendoj duhet ta përfundoj me konstatimin që duke pas subjektin në krye të qeverisë, domethënë në krye të Vlenit, ky përfundoi pra në opozitë të pashpresë dhe prandaj po derdhet partia, po ikin domethënë eksponent të rëndësishëm, këto ditë e pash edhe sekretari general pra I ka dalë nga partia. Pra qartë një mundësi të ardhë pra nëse ta konkretizon, ta rumbullakson, ta fuqizon Vlenin, ky u mundu pra ta shkatron Vlenin, po shkatroj vetë. Në intervistën për lajmin ai po ashtu ju akuzon se jeni skenaristi spekulimeve për gjoja kidnapimin e djalit të tij. Nuk meriton përgjigje. Nuk e di çfarë problemi ka, domethënë që mirret me këtë muhabet. Nga ju nuk kanë dalë mendoj që spekulim. E ka humbur sullën, nuk din çka flet dhe nuk meriton përgjigje më. Ju thatë që gjatë mandatit të tij janë dhënë 7 licenca për prodhimin e kanabisit, megjithatë bëhet fjalë për prodhimin e kanabisit për opinionin publik më tepër I cili do të përdorej dhe përdoret për qëllime mjekësore. A do thot kjo se ka mundësi që këto licenca që janë dhënë të jenë keq përdorur për prodhimin e marihuanës apo kanabisit cila është shpërndarë në tregun e zi në mënyrë jo ligjore? Ka përjashtime, domethënë një apo dy, tjera domethënë janë keq përdorime dhe efektet, pasojat po ndihen edhe sot. Këto ditë po merremi domethënë me pasojat e këtij veprimi. Do të thotë ai kanabis del domethënë nga këto licencë. Kanabisi I cili nga këto fabrika. Po kapet këtyre ditëve, pra del nga fabrikat e licencave të Taravarit. Dhe do të thotë kjo që qeveria në mënyrë aktive së bashku me institucione tjera, Ministrinë e Brendshme dhe institucione tjera do të arrijë që t'i gjejë përgjegjësit kryesor për çështjen e marihuanës. Veç ka vendim qeveria, po mirët intensivisht me këtë punë, po kjo është me pasojat e aty në licencave. Mirë, pritet pra ato 6-7 muaj adresohet të përgjegjësia edhe tek personi apo liderit të cilin e kemi në projektor. Tash nuk flas për përgjegjësi juridike, ato do ja lëm domethënë organeve, ato po flas në ato 6-7 muaj nuk ka qenë ministri I shëndetësisë, madje ka qenë ministri I marijuanës, mbas veprimeve, licencave që I kanë nënshkruar. Pra, thoni që më pak është marrë me çështjet e shëndetësisë publike, më tepër me çështjet e prodhimit kanabisit për qëllime mjekësore. Zoti Mexhiti, ti kthehemi temës e cila është aktuale këtyre ditëve e cila u imponua si temë publike është provimi I jurisprudencës. Vleni kur doli në publik pra kjo çështje u shpreh se përgjegjësi ka BDI-ja pse nuk jepet provimi në Shqip, pasi Shqipja nuk është tërësisht zyrtare dhe gjatë 20 viteve nuk e ka zgjidhur BDI-ja. Të dielën Mickoski doli dhe tha se nëse shqiptarët që hyjnë në provim kërkojnë mund ta përdorin pra Shqipen. Vleni pas një ore pas kësaj deklarate doli dhe tha se me ju Shqipja përdoret në provimin e jurisprudencës. Për të qenë korrekt me opinionin publik, ju keni qenë më I rezervuar sa I përket deklaratave lidhur me
këtë çështje, megjithatë partnerët tuaj të koalicionit, zëvendës kryeministri Bekim Sali dha një deklaratë se ligji nuk e saktëson, nuk e precizon qartë përdorimin e gjuhës, që pastaj i njëjti të thotë se ja ne e zgjidhëm problemin. Është pasojë që nuk është deri në fund të definuar, po tash ne nuk jemi këtu për të komentuar pasojat, jemi për të krijuar zgjidhje në kuadër të ligjeve aktuale, apo me ndryshim ligje, mendoj do zgjidhet edhe kjo çështje, siç kemi zgjedhë disa çështje në këtë mandat. Pra ka ofrim, ka energji brenda, kapacitet brenda qeverisë për ta absolvuar edhe këtë problem në interes të studentëve shqiptar. Bujar Osmani dërgoi porosi për përfaqësuesit e Vlenit dhe tha më mirë të mos shihen askund për një kohë. Po, vetëm ashtu mund të jetë kandidati vetëm zgjedhë dhe të fiton, për ndryshe kur janë Vlenit ai humb. Pra, i bie që deklarata e tij ka qenë korrespondon me dëshirat e tij që mos ketë konkurrencë vetëm në atë mënyrë, pra. Por ju nuk thoni që Bujar Osmani të mos duket askund, apo? Jo, do të thonë le ta bëjmë punën e vet, po i duhet pak kohë ta merr veten se ka pas një humbje të thellë në zgjedhjet e fundit, përndryshe në kaluarën nuk është përballë në zgjedhje, po ka deleguar zoti Ahmeti prej këtij resori në tjerën. Edhe zoti Mexhiti. Që i keni ndihmu. Po, për hir të vërtetës që të bëhet ministër që pastaj të propozimi ka qenë imi, edhe nuk është e fshehtë, domethënë se ai nuk i ka taku BDI-s, ka qenë në PDSH-n e dikurshme, mandej prej PDSH ka kalu kur unë kom dalë për herë parë kandidat për kryetar komune në 2005-ën, e kum instalu të forumi rinor i BDI-s dhe mandej edhe kum propozu për ministër shëndetësisë që si figur e re, domethënë ka pas edhe një performancë të relativisht mirë në fillim, po desha të them që në vazhdimsi mandej ka marrë poste të delegume, domethënë dikush tjetër ka fituar zgjedhjet, dikush tjetër u përball me elektoratin, me problemet, ky ka lëviz prej resorit. Momentin që u përball në zgjedhje e mori përgjigjen, prandaj edhe dëshira e tij është që mos ketë konkurrencë, mos ketë përballje, po mos duken përfaqësuesit e Vlenit. Vazhdon me ato të lëviz me delegime. Po duhet ta dinë që kjo është demokraci, pra ato delegimet janë kohën e komunizmit. Po. Dhe ju keni përdorur një metodë komuniste. Kështu i bie pak a shumë, sepse thatë që zoti Ahmeti e ka protejuar, pastaj ju e keni deleguar, por normalisht një metodë në kuptim të realizimit të projekteve të cilat i ka pasur BDI-a, për shkak se siç thatë në fillim ka pasur performancë të mirë. Tash secili për neve ka afinitete për dikund. Po. Për shembull, ky si mjek, si i ri, ka qenë i mirë si ministri i shëndetësisë. Po nuk mund të jesh i mirë edhe zotës, edhe ministri i shëndetësisë, edhe ministri i punëve të jashtme, edhe preveri integrime. Do të thonë për gjithçka. Po, edhe kryesuesi i SB-s. Keni parasysh do të thonë në subjekte serioze, edhe maqedone, po edhe në regjion, edhe në Evropë. Ka ekspert do të thonë të fushave, edhe bëhet ministër vetëm nëse është në resorin e tij. Azon, do të thonë në LSDM ke pas një Nikola Popovski, i cili ka qenë ministër i financave, po nuk ka shkuar bëhet edhe i punëve të jashtme dhe i shëndetësisë ose Stavrevski ose tjerë. Po, këtyre ditëve këto defekti që për gjithçka i del Zot. Po, me siguri bëhet fjalë për ndonjë vetbesim të cilin e ka zoti Osman. Këtyre ditëve pam që ambasadori i Shqipërisë zoti Denian Mejdani u angazhua që provimi të jepet në Shqip. Keni komunikuar, jeni takuar me zotin Mejdani kur ishit zëvendës kryeministër lidhur me këtë çështje, apo thjesht ndarja ekziston edhe në këtë plan? Ju jeni me Albin Kurtin, ai është më i afërt me BDI-n dhe Ali Ahmetin? Që jemi me Albinin, pra ne kemi edhe në koalicion. Bekim Qoku ne kemi shef grupit parlamentar që vjen nga vetëvendosja dhe kjo është publike.
po ne e duam Shqipërinë dhe kur qeveria e Shqipërisë është në nivelin e politikës ditore edhe mbanonën e tjetër, ne prapë e duam Shqipërinë, nuk na paksohet dashuria për Shqipërinë, po më parasysh domethënë se si sillet ndaj nesh qeveria Rama apo e ambasadorit. Ne komunikojmë, domethënë edhe mbrëmë edhe sot isha në vizitë edhe takova zotin Denjonin, për shumë çështje edhe nuk pajtohemi, po këtu jemi të ndajmë mendimet, aty ku mund të gjejmë edhe të ndihmojmë, po uroj që Shqipëria të jetë mbi politikën ditore, Shqipërisë i takon, domethënë të jetë mbi ne. Dhe ne kështu duam ta shohim Shqipërinë. A i bie kjo që i dërgoni porosi dhe me siguri që ja keni thënë edhe në bisedën interpersonale, i dërgoni porosi ambasadorit që më pak të përzihet në çështjet e brendshme partijake dhe më tepër të merret me çështjet e krijimit të harmonisë shoqërore, politike në vendin tonë? Kemi dallime, domethënë e vlerësoj, është energjik, mundohet ta bën vetën. Uroj pra që takimet, bashkëpunimet i kemi për çështje kombëtare, jo për politikë ditore. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov kundërshtoi provimin e jurisprudencës në Shqip, edhe pse është i partisë së kryetarit të komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski, së cilit para raundit të dytë të zgjedhjeve lokale i dhatë mbështetje të fortë. Një ministër tjetër i znamit, ai i administratës Goran Minçev, para do kohe ju quajti Liza në botën e çuditërave. Pse ky raport ish drejt me znamin kur ju ishit shumë korrekt me këtë parti? Para ta marrim në sens ku kanë qenë, domethënë, dallimet për plasjet. Pra është partner në qeveri, domethënë, edhe ne nuk e kemi zgjedhur, domethënë, kjo është konstelacioni bashkë me Vëmaron, i kemi partner në qeveri, kanë vendosur, domethënë, që të jenë me Vëmaron kësaj radhe, sepse janë përveniencë e majt. Domethënë, për plasja e parë ka qenë pse flamuri kombëtar në zyrën time, domethënë, si zëvendëski ministër. Ai flamur është edhe sot te zoti Bekim Sali, pra është një çështje që ka thonë zoti Dimitrievski, është gjendja faktike kjo që është. Bile merr të mirë që fitoria në Kumanov u rumbullaksu përveç flamurit shtetëror, e pashtë edhe flamurin kombëtar aty, pra është një lloj reflektimi. Sa i përket Minçevit, kemi pas përplasje rreth punësimeve, edhe unë kumë thonë që do punëson mbi 2000 shqiptar, edhe sot ka raport nga avokati i popullit, i cili thot historikisht numri rekord i punësimeve të shqiptarëve ka qenë në këtë vit të cilin. Pra, unë atë që kumë thonë, i qëndroj pas edhe vërteton edhe avokati i popullit. Pra, deklaratat e Minçevit atëherë, nuk di ku se si do mbulon edhe ku do mbulon, për shkak se unë nuk flas tash analizën dhe numrat i bëjmë ne. Avokati i popullit është institucion që i ndjek këto dhe aty konstaton që ky vit është viti më i suksesshëm për përfaqësimin e shqiptarëve në administratën shtetërore. Pra thoni që janë punësuar 2000 vet. 2000 shqiptar. Po. Me vendime pune në sektor të ndryshëm të administratës. Ka kontrata, ka ato, po, domethënë është numri më i madh i shqiptarëve që janë kyç në administratën shtetërore dhe publike. Sa i përket mbështetjes në zgjedhje lokale, atë në zgjedhje lokale, domethënë përballë Maksimit ka qenë një eksponent i cili është antar i Delia apo Grovareve të Beogradit, domethënë eksponent i bijes sërbe, edhe kemi vlerësuar që këtu duhet edhe një mandat pra ndërmjet tyre, domethënë ta ketë Maksimi, për të cilën prapë rikthen pra me pushtet që ndan për Vlenin apo për shqiptarët në Kumanov, me drejtori konkrete, me shkolla konkrete, me institucione konkrete, me përfaqësim konkret. Zoti Mexhiti, sa i pasur jeni, sa pasuri keni deklaruar në fletën anketuese në Komisionin e Antikorrupsionit, kur jeni zgjedhur kryetar komune, deputet, ministër e kështu me radhë? Po mbas ranglistave që i bëjnë, domethënë aty jam ka nuk jam ka fundi, po jam ka mes.
i bie Nuk që... jam të ato të pasore, domethënë që. Pra, ja, e kemi këtu një lajm i cili normalisht ka dalë nga fleta anketuse, që posedoni një shtëpi 150.000 euro në Çajir apo në Butel dhe një makinë e cila kushton rreth 35.000 euro. Të shtëpia është ende në emër të babës, se bashkëjetoj me prindët. Po. Kjo është. Dhe thoni që kushton vetëm 150.000 euro. Aq e keni vlerësuar, ua them këtë sepse është interesante Është çështje vlerësimi tash. Është interesante se ju politikanët shqiptar shtëpiti vlerësoni rreth 150.000 euro, jo më tepër. Po besoj ju nuk e shisni për 500.000 si zoti Taravari. Jo. Sepse nëse edhe ju e shisni, unë emisionin do ta shndroj në agjenci për shit blerje të shtëpive të politikanëve. Nuk është në shitje. Atë jetoj banaj tash. Po, atë jemi. Me siguri vlera është më e madhe, po është çështje vlerësimi. Më e madhe, po nuk është. Po, ka zëra që thonë që në zgjedhjet lokale keni shpenzuar shumë para, sepse kanë qenë shumë të shtrenjta. I keni dëgjuar me siguri edhe ju, pra thonë që keni shpenzuar shumë për fushatën zgjedhore. A do thotë kjo që keni shpenzuar edhe para nga buxheti juaj, apo keni pasur mjete financiare nga donator, bashkëpunëtor, biznesmen të ndryshëm e kështu me radhë? Kësaj radhe se ky perceptim, domethënë që zgjedhjet në Çajir ishin të shtrenjta. E para, domethënë fokusi ishte mbi Çajirin, domethënë Çajiri dhe madje komuna tjera, sepse nga BDI-ja u vendos si fokus i këtillë dhe me kandidimin e Bujarit. E dyta, po, këto zgjedhje kanë qenë shumë shtrenjta, domethënë kemi investuar shumë, me miliona kemi investuar, po me projekte për qytetarët. Këtu si duket i kanë ngatruar. Ndryshe Çajir nuk ka. E para, domethënë se i përket medjave, ato edhe Vlenia dhe partitë tjera tash nuk marrin mjete, po marrin domethënë minutazh, domethënë nëse ato i përkthen me mjete dalin shumë mirë, po ne bon marrëveshje me secilin medium, sa minutazh ka, mandej mediumi i kalkulon dhe ato mjete i merr drejt për drejt pe Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Po ato janë para që ndan nga buxheti i shtetit. Çajiri nuk ka, për tjerat nuk ka nevojë shumë, se është komunë e vogël me 3 km2, 3.4 km2, po është e vërtetë si duket tu i kanë ngatruar si asnjëherë më parë, pra shumë shtrenjtë ka qenë fushata, sepse janë miliona domethënë në interes të Çajirit. Sa keni paguar arkitektin nga komuna e Bursës, Bajram? Publike ka qenë, para Bajram Vardari është shkupjan. Vjen nga Cërni Vërbi i Shkupit, është njeri i realizuar, i cili ka punuar në komunën e Stambollit derisa ka qenë Tayyip Erdogan, mandej ka qenë dora e djathtë e Recep Altepesi, i cili po është shqiptar nga Çajiri, të cilët janë njerëz të realizuar. Veç Bursa është më e madhe shumë se Maqedonia, nuk flas vetëm për territor dhe për banor, po flas edhe për fabrikat që i ka, mundësitë që i ka, potencialin që i ka. Pra këto thjesht për çështje patriotike, për çështje atë dashurie që e duan Shkupin, e duan Çajirin, ka ardhur dhe ka kontribuar pa asnjë kontratë, pa asnjë harxhim, bile edhe harxhimet e rrugës, e fjetjes, këtë ato i ka në konton e vetë. Pra, është angazhuar pro bono. Pro bono. Njëri nga... Si shkupjan. Po. Konkluzionet që del nga zgjedhjet lokale është se personalisht Ali Ahmeti dhe BDI-ja nuk e kanë pasur qëllim kryesor marrjen e komunës me çdo kusht, por djegjen e karrierës politike të Izet Mexhitit me çdo kusht. Jeni dakord me këtë? Për shkak se ju u tërhoqet nga pozita e zëvendës. Me qëllim të fitojnë atë në Çajir apo? Me qëllim që edhe nëse nuk fitojnë, edhe nëse zoti Osmani e psoi atë që e thatë në fillim, pra një disfat të madhe, juve t'ju largojnë nga qeveria, nga vendimmarrja, sepse do të thënë zoti Mexhiti një e vërtet, dhe unë shumë rrallë shpreh opinione në intervista, por ju ishit adresa kryesore
e koalicionit vlen gjatë kohës kur ishit zëvendës kryeministër. Dhe me largimin tuaj sikur u zbe kjo adresë. E pranonte edhe vetë zoti Taravari në intervistën e kaluar. Pavarësisht mos pajtimeve, por ai thoshte që derisa keni qenë bashkë me të, keni arritur ti balansoni forcat midis Vlenit dhe VMRO DPMNE-s. Ka mund tjetë kjo një skenari BDI-s? Apo tash në BDI jam prej themelimit. Edhe nuk është që si bën BDI-ja këto, i bën. Jo, du të them e njoh mirë, po nuk ka Pentagon. Nuk ka që njerëz që bëjnë kështu analiza çfarë shëllësishme, çfarë thella, po kriju një lloj miti. Nëse asun s'jam Pentagon, po unë mendohem jo, po tash për ta djeg bujarin vetëm për me mxjerr mu pi qeverie. Më mendoj që mo çështje konspirative. Po, është pak hipotetike, por mendohem si do që tjetë, pra e para, dhe më thonë, ka mund tjetë kjo një lojë. Unë i besoj punës ekipore, edhe unë kur kom qenë atje, vetë si kom bo punë, dhe kom bo me bashkëpartijakët, me bashkëpunëtorët, me ministrat tjerë, kemi bo një punë ekipore, ndoshta që më tepër më kam betë mu, është e vërtet derisa ka qenë edhe Taravari dhe me Taravarin, po edhe me Armen Fetajin, edhe me Besën, me Besarin, me gjitha ministrat, gjithë kanë dhënë kontribut, edhe sot pra në fokus tash është zëvendës kryeministri para, apo zëvendës kryeministrat, po është punë ekipore, këtu jemi edhe ne. Domethënë e ndihmojmë procesin dhe nuk i lëm vetë në drejtim, edhe unë i besoj punës ekipore, sepse kur glorifikojnë figura, i rrisin figura, mandej edhe dëshpërimet janë më të mëdha. Unë nuk i besoj individit, i besoj punës. Pra, thoni që nuk besoni në këtë skenar, se zoti Ahmeti nuk ju lufton personalisht. Jo, mund të luftoj personalisht, po ajo është nisë për të më fitu. Edhe jo në qajrë, po shkupi ra. Më thonë, BDI-ja është shranjos, dhe më thonë, nga krye qendra. Sepse këtu është edhe Saraji, këtu është edhe Haraqina, po edhe Stujni Çan, dhe më thonë, është një përballje serioze, dhe po e kemi mbyllë, dhe më thonë, ne jemi të fokusuar tash jo të BDI-ja, jemi të fokusuar të programi të premtimet. Po, kur jemi tek premtimet, kur do të nisin të punojnë makinat apo bagerat? Unë e përmenda dikun se ishin mërzit të BDI që në mars dhe përballen, po këto ndryshimet klimatike i kanë ndryshuar gjana. Do të thonë se më herët para 15 marsit s'ke mund të punojsh, nuk kanë hap ato bazat e asfaltit, tash kanë ndryshuar, këto ndryshimet klimatike kanë nasi. Dhe ju thashin mars dhe ballafaqohen, po veç mo kanë fillu, bagerat janë në teren. Këto ditë pra dhe një për projekteve kryesore veç ka fillu të realizohet, më konkretisht pra bëhet fjallë për rrugën Ferit Morati, apo Lazar Tërpovski që ka qenë kaluarën, prej John Kennedy, deri tek monumenti Shqiponjës i UÇK-s, është projekt dikun 1 milion euro, dhe jetë rrugë model për Çajirin dhe Shkupin, me korsi për bicikleta, me korsi, dhe me thonë, për qytetarët, me dikun 200 vend parkinge të reja, me kret nishanët, pra është dikun 1 milion euro projekt. Kjo më veç ka fillu, do dalim këtë ditë ta promovojmë, pra ja promovoj të lajmi fillimisht, dhe në mënyrë intenzive po punojmë për rrugën Mitat Frashëri, apo diku rruga Makedonska-Kosovska brigada. Po bëjmë përpjekjet e fundit me kryetarin e qytetit për ta fillu zgjerimin e rrugës. Dhe po ashtu, dhe me thonë, po bëjmë përpjekjet intenzive që dikun ka maj qershori ta fillojmë edhe rrugën Cvetandimov apo rrugën Eja e Pashës, që këto janë 3 arterje kryesore të Çajirit, bashkë me Universitetin Nën Tereza, e cili ka fillu, dhe që bashkë du të fillojmë edhe me sheshin Skënderbej për investim kapital. Pra, deri ka maj qershori, këto projekte kapitale, të cilët i kemi premtu për 4 vitet e ardhshme, besoj që do fillojnë në mënyrë intenzive të realizohen, bashkë me ashensorët që i kemi premtu, dhe me thonë, për ndërtesat që s'kan, edhe aty, dhe me thonë, fazën e parë dhe këtë 7 teder edhe të ashensorë, brenda deri ka qershori Koriku,
me kontinjer nëntoksor, dhe më thonë veç po realizohet kontinjeri i parë në rrugën Metodia Mitevski në Fushtapan. Nëse e marrim programin që cilin e kemi elaboruar në fushat, kjo është ajo bërthama e projekteve. Master plan. Zoti Mexhiti, kur do të zgjidhet lideri i Vlenit, sepse ju në zgjedhje garuat me motën një zë Vlen, por shihet se veç një zë nuk jeni, apo është ndoshta perceptim nga jashtë? Ajo në mënyrë figurative o një zë, dhe më thonë të gjithë flasim me një zë. Edhe në zgjedhje lokale, dhe më thonë ajo ishtë motë e fuqishme që rezultoj pra prej 3 komuna, Vleni sot ka 10 komuna, duke fillu pra prej Shkupit deri në Struk, dhe mirë po kjo nuk ka kriju mendje masit e Vleni, për kundrazi, pasi ka jenë kryu, kemi bo analizë të rezultateve, të anëve pozitive, negative, dhe mendojmë që gjejmë modelin për ta fuqizu, për ta faktorizu Vlenin edhe ma tepër, prandaj në tavolin ka disa modele, pra që po diskutohen në mënyrë demokratike, ka model të rotacionit, ka model të bashkëkryetarëve, ka model të kryesisë ngushtë, ka edhe një model pra një antar një votë, nëse nuk e bëjmë prej nalt, ta bëjmë prej poshtë, pra ka një frymë energji brenda Vlenit, pra se si ta bëjmë më mirë vis-a-vis kërkesave të votuesve dhe strukturave të Vlenit. Normal që tash dikush këtë shef pasuritë, ma shumë propozime, dikush mund ta shef dallime, ndryshime, përplasje, po nuk është tragjike në tavolinë, edhe nëse përplasemi me argumente për të arte më e mira. Mirë po, dhe më thonë për hitë vërtetës, Vleni edhe kështu si është i suksesshëm. A ka zbehje të entuziazmit, tek antarësia, tek simpatizuesit tuaj, të cilët realisht duhet thënë që kam pritur që ky proces të përfundoj shumë më shpejt, me njerë pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Pra, partia të del me një projekt të përbashkët, e unifikuar, dhe ajo ta ketë liderin e vetë. Është që vlerësimin, do thonë dikush e shef edhe kështu mirë, dikush mendon që duhet të jetë një, dikush i pëlqen modeli i bashkëkryetarëve. Pra është në debat e sipër, analizë e sipër, por nuk shoh dhe ngërç në këtë drejtim, përkundrazi me vetë ardhjet që vijnë nga BDI-ja, siç është rasti i Arben Ziberit, figurë e rëndësishme brenda BDI-s, i cili kaloi në lëvizjen demokratike në Vlen, dje pata edhe kryetarin e forumit rinor të BDI-s në Fushtapan, i cili kaloi te ne dhe bëjmë publike. Kjo tregon që demotivimi apo mosshpresa është në kampin tjetër. Këtu do të thonë po për ditë më tepër po fuqizohemi, po rritemi. Isha dhe në Bogovin, formum struktura të reja në krye me doktor Shaqirin. Pra normal që Vleni një, si mbas meje, do ketë fuqi absorbuese më të madhe, do faktorizon Vlenin qeveri, do faktorizon Vlenin vis-a-vis regionit, Kosovë, Shqipëri, e kështu me radhë, po i debatojmë, po mundohemi ta gjejmë më të mirë. Ju besoni se këta që vinë trinjt e BDI-s, në kuptimin antarët e rinj të lëvizjes demokratike apo koalicionit Vlen vinë për shkak të parimeve dhe për shkak se besojnë tek projekti juaj, nuk vinë për interes? Vlerësoj që vinë për shkak se i besojnë ides. Ides koalicionit Vlen. Sepse atje të tjerët më nuk shohin shpresë. Se e kanë pritën reformën, i besun që do ndodhë reforma, po që është reformë improvizume, reforme bedelave, e përfaqësuesve të këtij apo atij në krye me zotin Ahmeti, dhe kjo i ka thyr shpresat, domethënë për rikthim të subjektit. A ka ndonjë të vërtetë se zoti Adnan Azizi nga Lëvizja Besa e pengon zgjedhjen e liderit duke vënë kusht që ky të jetë Bilal Kasami? Personalisht, a keni biseduar me zotin Azizi lidhur me këtë çështje? Domethënë jo më larg para
2-3 ditësh, ishim bashkë, kemi bisedu bashkë, ishte edhe Bilali dhe Adnani, edhe figura tjera, pra nuk është në këtë frim. Edhe Adnan Azizi, edhe Bilali dhe unë, pra po mundohemi ta gjejmë modelin më të mirë. Ju besoj nuk do të pranoni t'jeni i dyti në Vlend, sepse i dyti në BDI keni qenë gjatë kohë, apo edhe jeni i gatshëm ta lironi rrugën për pozitën e liderit që ai të jetë zoti Kasani? Për momentin po mundohemi formën ta gjejmë më të mirë, formatimi i kryesisë, çfarë kryesie, çfarë organe, a do shkojmë prej lart, a do shkojmë prej poshtë, një antar një vot, pra nuk kemi ardhur te individët. Nuk keni ardhur tek zgjedhjet individuale, po kërkoni zgjedhjen konceptuale. Personalisht ju, për cilin variant jeni? Nisur nga ajo që është histori politike shqiptarëve dhe histori politike edhe partive në nivel më të gjerë, edhe rajonal, edhe evropian, për të mos shkuar tek ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse funksionimi atje është pak i ndryshëm. Megjithatë, figura e liderit është e rëndësishme. Vlenit i duhet një lider i cili ka përvojë politike. Ju jeni njëri nga ata, pa ullur vlerën e zotit Kasami, i cili ka një përvojë të gjatë në menaxhimin e komunës, ka qenë sekretar shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë, por nuk është se e ka kapacitetin politik shumë vjeçar, siç e keni ju, siç e keni pasur edhe në BDI, edhe si kryetar komune, edhe si ministër. Po mundohem ta gjej arsyeën se prej nga vjen hezitimi. Pa hyrë në ato analizat pastaj që shkojnë përtej çështjeve politike dhe u jepen dimensione krahinore, lokale, sepse mendoj që kjo nuk na bën mirë si shqiptar. Ndarja Tetov-Shkup. Jo. Prapë them, po mundohemi në aspekt konceptual, se nuk kemi hyrë te individët, sepse te individët tash Bilali ai ka përvojë gjatë, ka qenë sekretar shtetëror në kohën e BDI-s në Ministrinë e Ekonomisë, një periudhë relativisht mirë, ka përvojën mandej edhe deputet, ka përvojën edhe kryetar komune, kështu që nuk i mungon përvoja. Deputet ka qenë vetëm kandidat për deputet? Mendoj që jemi taku në seancë parlamentit, mendoj që ka qenë edhe deputet. Bile para me jesh, derisa unë isha BDI i Besës. Jo, e kam fjalën gjatë kohës kur ishte vetëm BDI-ja. Flasim për... Flisni për përvojët. Për përvojë politike. Politike, administrative, menaxhuese, pra nuk i mungon përvoja, po prapë dhe thamë, flasim i besojmë punës ekipore, që mund të pas të alternativa ka qenë Afrimi, po Erzeka, tash është Bekim Sali, mendoj nuk ka ndryshuar kjo brenda Vlenit se cili ka qenë individi. Ne kemi besuar idesë dhe punës ekipore, edhe mendoj që është e shëndetshme kjo që për herë të parë është u bashku opozita, ka ma shumë lider, ma shumë ide, edhe në aspekt ideologjik nuk ka se ka ndaj dallim, këtë drejtim. Unë mendoj se jo larg do gjejmë formën më të mirë për ta fuqizu dhe faktorizu Vlenin. Jo që Vleni edhe kështu funksionon edhe në mënyrë të mirë. Sa i bie kjo jo larg? Ndoshta në pranverë? Prej meje, varet për gjemë afrim përbashkët, zgjidhjet përbashkët. Mendoj që modeli duhet të jetë inkluziv dhe secili ta ndjen që me këtë fiton. Ju mendoni që kjo do të ndodhë sa më shpejt? Po mendoj se votuesin dhe strukturën e lexoj që nëse para zgjedhjeve parlamentare ish kërkesë e tyre bashkohet opozita dhe momenti që u bashku opozita u bë opozitë. Sot mendoj që edhe nuk ka zgjidhje ideale. Shembull, dikush mund ta thotë, po mirë, kemi disa subjekte se cilat kanë kryesi, përfshihen ma shumë njerëz, ma shumë struktura, nëse ku të bëhet do ketë një kryesi, nuk do jetë secili antar kryesie. Ka pro dhe kontra argumente, po unë i besoj që shkrirja, bërja e Vlenit një,
e faktorizon vlenin në skenën politike, bile e determinon të vlenin si forca udhëheqëse në 8 vitet, 10 vitet e ardhshme të shqiptarëve. A do thotë kjo që nëse hipotetikisht njëra nga subjektet politike për arsye të ndryshme, qoftë konceptuale, qoftë për arsye jo parimore, largohet nga vleni, ideja e vlenit do të vazhdoj me subjektet të cilat janë pjesë të kthehemi aty ku e fillum. Ai që mendon që me largimin nga vleni dhe dështon vleni, gabon në rond dhe këtë provoj zoti Taravari. Më thonë, unë këtë them, jo ndonjëri, edhe unë, më thonë, po të tërhiqem nga vleni, nuk dështon vleni. Pra, vleni është brendi. Vleni është brendi që e ka akseptu votuesi jonë, e kanë akseptu shqiptarët. Edhe mendoj që vleni suksesshëm po shkon drejt përfaqësimit dinjitos të shqiptarëve. Në fshatin Kamjan të Tetovës, ju theksuat se kishit kënaqësinë të takoni strukturat e LD Vlen, por nuk pam në këtë takim drejtues të lëvizjes Besa. Këto janë strukturat të LD-s, po fuqizimi i LD-s e fuqizon Vlenin. Sikur që ka raste tjera ku fuqizohet Besa, në njëjtën kohë, domethënë me automatizëm e fuqizon Vlenin. Aq sa më shumë rriten subjektet brenda Vlenit, aq më tepër rritet Vleni. Zoti Mexhiti, a e njihni kandidaten Xhihan Ahmet? A është aktiviste e partisë suaj? U mbyll ajo si çështje, mendoj se bile ideja ishte domethënë të njapi misioneve të Vlenit është edhe përfaqësimi dinjitos i grave në politikë, edhe mendoj që Vleni ka dhënë shumë sprova në këtë drejtim, ka dhënë kontribut të mirë, ku të shembull te grupi parlamentar mbizotrojnë gratë, nuk është në ekzekutiv, po mendoj që edhe aty do mundohemi ta përmirësojmë përfaqësimin e grave. Edhe edhe këtu në jetë në këtë drejtim, është doktore shkencave juridike, po ka njerëz të cilët kur shkojnë në seancë parlamentare, në seancë të komisionit, para kamerave, jo të gjithë pra munden atë dijen që e kanë pra për ta elaboruar dhe për ta shitë atje. Mendoj që është ballafaqu me tremën dhe nuk u paraqit mënyrën më të mirë, po për këtë mënyrë dinjitoze u tërhoq për të lënë vendin dikujt tjetër, mirë po askush s'mund ta thotë që nuk është kandidat adekuat, sepse është doktore shkencave juridike, është marrë me organizata të tjera qeveritare, bile vjen nga komuniteti turk, domethënë që kemi desh ta parafrojmë brenda Vlenit. Po me vetë faktin që është tërhekur, mendoj që e kemi mbyllë si temë. Po, por megjithatë, zoti Mexhiti, ajo duket se është viktim e partizimit të sistemit politik, shtetëror e kështu me radhë, sepse realisht pavarësisht të kësaj që thoni, ajo konkuroi për një pozitë, kompetencat e së cilës pra nuk i dinte. Realisht nuk e dinte konventën themelore mbi antidiskriminimin. Do të thonë, nuk pajtohen në aspekt formal, është profesore shkollë mesme, kryen detyrën me sukses, domethënë është doktore shkencave juridike. Ajo që ndodhi, domethënë ka shumë figura, unë njoh edhe në gazetari, edhe në politikë që janë të shkëlqyeshëm shkrime, po kur dalin para kamerave, para opinionit, pra nuk janë të njëjtë. Domethënë nuk mund ta artikulojnë atë që e prandaj kemi domethënë njerëz që janë për shkrime, dikush është për të folme e kështu me radhë. Ajo nuk u paraqit në mënyrën më të mirë. Unë besoj thellë, domethënë që është çështje treme, po me vetë faktin prapë treguaj dinjitetshme me vetë faktin që duke parë këtë, tërhoq dha dorëheqja dhe mendoj që kjo është mbi. Pra thoni që ju jeni edhe aty do kandidati jashtëm, me siguri do kemi parasysh që mos jetë i mirë në të shkruar me ndije, po tjetë edhe ta mësojë konventën antidiskriminim. Besoj që e din. Po, pra po thoni që ju jeni ndryshe nga kohrat e kaluara, jo vetëm nga BDI-ja, por edhe më herët kur funksionet nuk i ndanit pra në bazë të përkatësisë partijake.
Yeah. Pra, do të presim edhe në të ardhmen që në funksione tjera publike që të ketë njerëz profesionist dhe të mos ketë, sepse realisht kjo që ndodhi prap, e them personalisht ndjej keqardhje për atë që ka ndodhur zonjës Ahmet, mund të ndodh, siç thoni ju, dikujt tjetër. Megjithatë, thelbi i çështjes është që profesionalizmi dhe kompetenca do të vinë në shprehje para përkatësisë partijake. Jeni befasuar nga rezoluta ish partisë suaj për shtetin unitar, sepse për të thënë të vërtetën, edhe kur keni qenë brenda, nuk është që BDI-a s'ka qenë shumë unitariste, por kjo që doli me këtë rezolut ishte pak befasi. Po ju pyes personalisht, ju si mendoni, pse ka ndodhur kjo? A ishte një lloj vardisje ndaj VMRO-DPMN-s? Po nëse i merrni, domethënë, preskonferencat në vazhdimsi, pra e kanë degradimin e çështjes shqiptare, bile me ndihmën e logjistikës që e kanë mediat Shqipëri, pjesërisht edhe në Kosovë, deri diku kanë arrit krijojnë një percepcion se këtu është hataja, këtu është shumë keq, këtu nuk mund të flasë shqip. Edhe kur pret në një kongres që ato do mirën, domethënë, me gjuhën, do mirën me avancimin e çështjes shqiptare, ose e kanë, domethënë, me çështjet kombëtare, ato rezolutën e sjellin për çështjen e shtetit unitar. Pra është thjesht larritje ndaj VMRO-DPMN-s. Pra nuk e kanë hallin e shqiptarëve, kanë hallin e qeverisë. Nuk besoni se kjo është bërë në koordinim me VMRO-DPMN? Edhe sikur t'ish bën, nuk i arsjeta, sepse dalin kontradiktor me atë çka flasin edhe çka bëjnë. Pra, jeni i mendimit që pavarësisht se shteti unitar si koncept ishte promovuar pas një lloj kërkese, ndoshta jo në mënyrë shumë të drejt për drejt, përmes kanaleve të ndryshme, që BDI-a të del me këtë kërkesë dhe në të ardhmen të siguroj pozicion më të favorshëm në konstelacionet politike rreth qeverisjeve të ardhshme. Jo për se nuk duhet mirë më tepër, do të mendoj që kanë humbur busullën e nuk di çka bëjnë. Pra, thoni që zoti Ahmeti është lideri një partie pa busull. A i pranoni listat e hapura në zgjedhjet parlamentare? Po. Pra, mendoni që kjo do të ishte zgjidhja më e mirë? Te listat e hapura ka më shumë modele. Do të thonë, ka dikun janë të pasura, dikun janë të përzime, me përqindje, me kështu. Po më parim me listat e hapura, mendoj që janë më demokratike. Është e vërtet që humb kontrollin lideri, sepse me listat e mbyllura, ma më rëndësi nuk është kualiteti, përkraja e kështu me radhë, po më rëndësi cili është ma lojal, ma i ndëgjushëm i liderit të partisë. Te listat e hapura nuk do jenë më të dëgjushmit, po do jenë më të preferuarit të popullata. Dhe me që demokracia më varet prej votës, mendoj që do jenë një përfaqësim më demokratik pra në parlament kur do jenë listat e hapura. Zoti Mexhiti, për kodin zgjedhor është formuar një grup pune i cili do të hartoj modelet më të mira, supozojmë që do të përfshin edhe listat e hapura. Por koalicioni juaj në këtë grup punës zgjodhi deputeten Saranda Imeri dhe deputetin e ri Zeqiria Tahiri. Zonja Imeri ka mbaruar për gjuhë dhe letërsi, ndërsa deputeti i ri është stomatolog. Pra, nuk kanë lidhje me sistemin zgjedhor. Pse ndodh kjo vazhdimisht, pra, kur janë në pyetje disa pozicione ku nevojiten njohuri kompetente lidhur me çështjet profesionale të kandidohen apo të propozohen njerëz të cilët nuk janë të fushës, sepse besoj që grupi parlamentar ka deputet të cilët janë politolog, jurist e kështu me radhë. Pse duhet ta përfaqësoj vlenin një profesoresh e cila ka mbaruar fakultetin e gjuhës dhe një stomatolog në një grup pune që duhet merret me çështje specifike që kanë të bëjnë me gjeometrinë zgjedhore, me çështjet e modelit zgjedhore kështu me radhë. E pranoni këtë si kritik dashamirëse? Jo, tu ta bashkëbisedojmë, domethënë, tash si vase logjike
Edi Rama në ekip piktor, po është kryeministri i Shqipërisë. Do të thonë, po ai nuk do të thotë që nuk ka jurista, ekspertat të juridikut, ekspertat të fushave tjera që e këshillojnë për çdo vendim, domethënë, edhe këto janë deputet të zgjedhur nga populli, se duhet ta kemi parasysh tash deputet kur bëhen listat, duhet të ketë çdo e tretë aty të femër, një kriter. Mandej ka kritere subjekte të ndryshme. Domethënë tash brenda Vlenit jemi 4 subjekte. Është kriteri i dytë, po kriteri i tretë është regional. E tash normal që këtu duhet të ketë parasysh që spaku brenda grupit parlamentar, nëse arrim pra të balansohet që të ketë edhe jurista, të ketë edhe ekonomista që janë më tepër. Po sido që tjetë, këto deputet pra janë deputet të popullit, kanë legitimitetin dhe normal që kanë edhe përvojën politike, kanë edhe mbështetje profesionale nga subjekti, sepse nuk vendosin vetë ato se cilin model zgjedhor dhe përsakten të si deputet Saranda dhe Zekriaj. Po ai do të jetë qëndrimi i Vlenit, po ne prandaj nuk shoh këtu dhe hezitim, sidomos pra Saranda është vajza e një lideri politik, pra me përvojë politike dhe familjare, gjatë kohën politike dhe një proceset politike. Tash kur vjen te modelet, ne kemi grup të ekspertëve të cilët mirën me atë çështje dhe bëjnë më të mirën aty ku duhet. Po edhe këtu, për hir të opinionit, pra ende pa e thonë fjalën Vleni, ende pa e pyet BDI-n, BDI-ja ishte me një zë, duke u larrit pra ndaj vëmërë dhe vëmënes, çuditërisht 20 vite për modelin me 6 njësi zgjedhore dhe brenda natës për një njësi zgjedhore. Po një kohë ishte me 3 njësi zgjedhore. Jo, ka pas analiza brenda BDI-s, brenda institutit që ishte aty, që a është më i mirë modeli me 6, a është modeli me 8, alianca e ka pasën. Alianca zëvendëse. Kishte mbi zotërojka ajo që me 3 njësi zgjedhore, fuzionimi i njësis 1, 2, 3, 4, 5, 6, nga 6 të bëhen 3, ku dhe jetë Shkupi, Maqedonia Perëndimore dhe Lindore, ku ne shqiptarët mund të jemi më mirë të përfaqësuar. Edhe është dilema tjetër që nëse është një njësi zgjedhore, do të bëjmë përpjekje shtesë për ta kontrolluar votën në Maqedoninë Lindore, ku ne nuk jemi, thuajse, jemi shumë pak prezent. E për këtë duhet numra e kështu me radhë, po për hir të opinionit, pra edhe këtu brenda natës, pra 20 vite për modelin me 6 njësi, brenda natës për një njësi zgjedhore, rektëroi, mendoj edhe kjo ishte në funksion të asaj se nuk e kanë hallin as të kodit zgjedhor, as të shqiptarëve, as të halleve të shqiptarëve, po me çdo kusht për të kthyer në qeveri. Zoti Mexhiti, unë duhet t'ju falenderoj për intervistën e sotme në dialog të lajmi. Shpresoj që ishte një bashkëbisedim i hapur edhe për ju. Pra i bie që edhe në të ardhmen t'ju shohim si kryetar komune, apo mund të ketë edhe ndonjë ndryshim? Nuk është primare kjo. Thonë, do shihemi, domethënë për projekte të ndryshme, qoftë lokale, qoftë kombëtare, do më shihni mjaft aktiv. Kjo është më rëndësi. Faleminderit për hapësirën. Nuk përjashtohet edhe mundësia që të ktheheni në momentalisht jam i fokusuar tek premtimet, të cilët janë premtime kapitale që ndryshojnë dukshëm standardin e jetës të qytetarit të Çajirit. Pra sidomos ato projekte që përmenda nuk dal pa aty, pa e filluar rrugën Cetandimov, pa e filluar rrugën Mithat Frashëri, pa e filluar rrugën Ferit Murati, pa u përfundu, domethënë pa marrë kohë në Universitetin Nën Tereza dhe pa filluar e përfundu sheshin Skënderbej. Shumë faleminderit. Faleminderit.